Я думаю, что он умер от сердечной недостаточности, и Путина начальника тюрьмы. Një drejtor legjendar i animimeve në Rusi ka marrë ovacione të mëdha gjatë një ceremonie zyrtare të ndarjes së çmimeve për artin. Pas një fjalimi anti-Putin, Yuri Norstein, 71 vjeç, është një nga figurat më të nderuara në Rusi. 1975 animimet e tij janë cilësuar si më të mirat në të gjithë botën. Para se të ndante një nga çmimet më të rëndësishme të mbrëmjes, ai nisi një fjalim që në qendër kishte urrejtje ndaj presidentit rus Vladimir Putin për vdekjen e avokatit Sergei Magnitsky. Nuk është e qartë nëse kjo pjesë e mbrëmjes do të transmetohet nga televizioni shtetëror rus. Megjithatë, video e tij ka grumbulluar më shumë se 300.000 shikime në YouTube në vetëm 24 orë. Magnitsky vdiq në nëntor të vitit 2009 pas gati një vit burg. Vdekja e tij shkaktoi protesta ndërkombëtare.